Pas 6 ditë kërkimesh intensive të pandërprera, është gjetur trupi i pajeti Ardit Beshirit, 29 vjeçarit nga Burreli, i cili humbi jetën tragjikisht në datën 3 maj, gjatë punës në fabrikën e përpunimit të kromit në zonën e Qaburrelit. Trupi i tij është gjetur rreth 4 kilometër larg vendit ku edhe ndodhi aksidenti, i mbuluar nga masivi i dheut, rërës dhe kromit. Ngjarja e rëndë ndodhi në momentin kur Iriu, i cili po punonte me fadrom, u su poshtë nga një rrëshqitje e papritur dhe masive e dheut. Materialet e grumbulluara të rërës dhe ujit nga fabrika e përpunimit të kromit e mbuluan menjëherë, duke e marrë përpara bashkë me mjetin me të cilin ai po operonte. Rrëshqitja e dheut e bëri të vështirë ndërhyrjen e ekipeve të kërkimit dhe shpëtimit. Pavarësisht përpjekjeve të shumta, u deshën 6 ditë kërkime për të lokalizuar dhe nxjerrë trupin e pajet të Ardit Beshirit, një operacion që u përshkrua nga rrezikshmëria dhe kushtet e vështira të terrenit. Gjithashtu, në mbështetje të kërkimeve, erdhën edhe forcat e ushtrisë së Kosovës. Ardit Beshiri ishte punësuar prej disa muajsh në fabrikën e përpunimit të kromit, e cila shfrytëzohej nga një kompani kineze. Policia ka vënë në pranga drejtuesin teknik të punimeve, ndërkohë që janë hapur hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet e këtij aksidenti të rënd dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.